Ndërkohë po nalemi te Gjilani. Unë e thash si në shaka që është qyteti i bekuar, se kohëve të fundit ka shumë të mira nga aspekti shëndetësor. Në Gjilan, më saktësisht ku do të jetë pika juaj qendra? Për hapjen e qendrës për ufimin e shërbimeve psikologjike dhe logopedike, në qytetin e Gjilanit na kemi pas presion të vazhdueshëm prej qytetarëve atje. Mirë po na nuk kemi dashur me hap qendrën derisa ta konsolidojmë shumë mirë stafin. Na kemi punu këto 2 vitet e fundit për me përgatitur stafin në mënyrë që shërbimet atje me qenë po aq të mira siç janë në Prishtinë, po do jetë edhe në Ferizaj. Data nuk e kemi bërë ala publike, mirë po e bëjmë sot këtu. Kam hapë me një korrek në Gjilan. Por lokacionin natyrisht do të jetë dikon afër qendrës së qytetit, sepse me rrugë ende nuk po e di Gjilanin, sepse na po jemi kryesisht në Prishtinë, mirë po të gjitha pothuajse janë gati. Afër qendrës sa më përshtatshme për gjithë banorët e Gjilanit. Në qendër, stafi është përzgjedh. Çfarë shërbime do të ketë? Aty do të ofrohen shërbime psikologjike, tu fillu për shërbimeve të specializuara për psikologët Visar Sadiku, sepse nuk do ta kishte vlerën e njëjtë nëse do ta hapnim qendrën dhe psikologu Visar të mos ishte aty. Domethënë qytetarët e Gjilanit duhet ta dinë që ata fillimisht do të takohen me psikologun Visar Sadiku, i cili do të jetë një herë në javë në qytetin e Gjilanit për me ofru vlerësime psikologjike, ndërsa terapeutit e stimulimit dhe logopedët do të punojnë nga hëna deri të premten me fëmijët me vështirësi të ndryshme psikologjike, siç janë vështirësitë në komunikim, autizëm, etj. Do të jetë orari i rregullt gjithë java, si është se keni planifikuar? Po, do të jetë orar i rregullt prej të hënës deri të premten, krahas kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të Gjilanit. Diçka që është shumë e rëndësishme me cek që duhet me i falendëruar shumë qytetarët e Gjilanit është se në momentin që na kemi bërë pësimin se do të jemi në Gjilan, jemi vërshu jashtëzakonisht shumë për termin. Për takime me psikologun Visar. Psikologu Visar pronojnë prej shumë vite si psikolog dhe tashmë njihet shumë në vend, po tu e pas parasysh që është edhe me priorit për Gjilanit, nështë ata janë di hala ma të vlerësuar që po ju rikthehet në banor atje, në bashkëvendas. Kështu që interesimi është i madh dhe kemi marrë shumë komente të mira edhe prej profesionistëve të shëndetit mendor, ku kemi shumë kolegë në qytetin e Gjilanit, edhe patjetër që është kënaqësi me marrë fillimisht feedback të mirë prej qytetarëve, të cilët marrin në shërbime, po edhe prej profesionistëve të shëndetit mendor që veprojnë në qytetin e Gjilanit. Me një fjalë, në Ferizaj, në Podujev, në Gjilan, në Prishtinë, psikologu Visar Sadiku do të jetë prezent brenda javës një herë gjatë javës patjetër në secilin prej këtyre. Pastaj stafi, terapeutët stimulues, logopedët do të jenë në orar të plotë. Patjetër, kështu. Në të gjitha qendrat tona psikologu Visar duhet me qenë patjetër. Sepse pa psikologun Visar ne kishim pas pamundur me pas këtë rritje, këtë funksionim që kemi sot. Do thonë psikologu Visar kam i bërë të gjitha vlerësimet dhe kam e bërë monitorimin e punës e terapeutëve të stimulimit gjatë procesit terapeutik. Do me thonë, kam e shku në mënyrë të ku psikologu Visar kam e konë mbikëqyrës i këtë punës ato, dhe jo vetëm si emër, po do të jetë prezent në qytetin e Gjilanit një herë në javë, ndoshta edhe më shumë, varësisht që na presin Gjilangjit, kështu që të shohim. Gjilangjit janë njerëz ma mikpritësa, sepse unë jam mes e asaj ane, kështu që të garantoj që janë mikpritësa, sidomos për të vetin, Visarin e kanë të vetin. Po deri sot jemi do të kënaqur me të gjitha qytetet, kështu që kam mbetë edhe kjo qershia mbitorë me një farë mënyrë që është Gjilani. Deri tash na kanë pritur shumë mirë. Po të presim hapjen të shohim. Unë se kisha thonë bashkëshia mbitor, se unë po shpresoj që keni me urrit edhe në komuna tjera, Fidan. Rritja jonë shkon me një strategji. Ne nuk hapim pika sa për t'i hap ato, mirë po fillimisht trajtojmë staf të mirë, kujdesim që me pas mbikëqyrës të mirë udhëheqës të qendrës në qytetin përkatës, në mënyrë që fëmijët të trajtohen në mënyrë sa më të mirë dhe sa më adekuate që t'jetë mëndshme.